Ju ka ndodhur ndonjëherë që të jeni mërzitur shumë dhe të gjeni shpëtim dhe ngushëllim vetëm te ushqimi. Kjo në fakt është një gjë e zakonshme dhe me shumë mundësi keni parë edhe në skena të ndryshme filmash. Sigurisht që nuk duhet ta teproni me ushqimin kur jeni të mërzitur, sepse kaloritë që merrni janë shumë të mëdha. Megjithatë, ekzistojnë disa ushqime që do ju bëjnë të ndiheni më mirë, ndaj mos i kurseni sa herë që të keni mundësi dhe sa herë që ndiheni të mërzitur. Në këtë listë nuk ka se si të mungojë çokolada. Vetëm kur mendoni për çokoladën, një buzë qeshje ju vjen në fytyrë apo jo? Po ashtu kafeja, heq dhimbjen e kokës. Salmoni largon depresionin. Vitamina D ju ndihmon për të çliruar muskujt. Manaferat, përveç se ju ngren humorin, ndihmon që të keni edhe një lëkurë të pastër. Avokado ju ndihmon në hormonin e gjendjes së mirë, pra të serotoninës. Por gjithashtu, mund të konsumoni arrat e së fundmi edhe një pjatë me makarona. Është vërtet shumë e mirë.